Mjeku falsifikonte vdekjet, për të shpëtuar të dënuarit. Akti i vdekjes. Askush nuk e vuri re ditën kur doktor Arben Kodra nënshkroi certifikatën e parë të reme të vdekjes. Spitali shtetëror i qytetit ishte mësuar me vdekje. Çdo ditë, trupa të ftohtë, fytyra të zbehura, familjar që qanin në heshtje. Askush nuk kontrollonte 2 herë një mjek me reputacion të pastër, me 25 vite shërbim dhe asnjë shkelje në dosje. Në certifikat shkruhej: shkaku i vdekjes, arrest kardiak i papritur, ora 03:12 e mëngjesit. Por njeriu që shtrihej mbi barel nuk ishte i vdekur. Një i dënuar për jetë. Quhej Ilir Dema, 34 vjeç, i dënuar për vrasje të 2 fisht. Media e quante përbindësh. Gjykata e kishte dënuar pa mëshirë. Opinioni publik e donte të kalbur në burg. Vetëm një njeri e dinte të vërtetën. Arben Kodra kishte qenë mjeku i nënës së Ilirit vite më parë. Një grua e varfër, me kancer në fazë terminale, që para se të vdiste i kishte kapur dorën doktorit dhe i kishte pëshpëritur. Djali im është i pafajshëm, betohu se do ta kuptosh një ditë. Atë natë në urgjencë, kur Iliri u soll nga burgu pas një krize, Arbeni pa shenja që nuk përputheshin me dosjen penale. Fraktura të vjetra, shenja torture, një trup i thyer jo nga krimi, por nga sistemi. Ai e dinte, Iliri duhej të zhdukej nga letra, për të mbjetuar në realitet. Plani i pamundur. Nuk ishte akt heroik, ishte krim i pastër. Arbeni përgatiti dozën e saktë të një substance që ngadalësonte frymarrjen në kufirin mes jetës dhe vdekjes. Monitorët do të tregonin 0. Pulsi do të ishte pothuajse i pakapshëm. Një lojë e rrezikshme. Një gabim i vogël dhe Iliri do të vdiste realisht. Kur infermierja doli nga dhoma, Arbeni u përkul mbi trupin e të dënuarit dhe i pëshpëriti. Nëse zgjohesh, nuk do të ekzistosh më. Nëse nuk zgjohesh, do të jesh vërtet i vdekur. Pastaj nënshkroi dokumentin. Varimi bosh. Sipas protokollit, trupi ju dorëzua autoriteteve. Arkivoli u vulos. Një ceremoni minimale. Asnjë familjar, asnjë lot, por brenda arkivolit nuk kishte trup. Një ambulancë private, një shofer i paguar me para që nuk kishin origjinë, dhe një klinikë e braktisur në periferi të qytetit. Iliri u zgjua 9 orë më vonë. Pa emër, pa dokumente, pa të shkuar. Lindja e rjetit. Arben Kodra mendoi se ishte një akt i vetëm. Një gabim që nuk do ta përsëriste kurrë. Por pastaj erdhi rasti i dytë. Një grua e dënuar për trafikim, që në të vërtet kishte marrë fajin e një karteli. Pastaj një i ri akuzuar për terrorizëm, vetëm sepse kishte qenë në vendin e gabuar. Çdo herë, Arbeni shihte të njëjtën gjë. Dosje të pastra në letër, por njerëz të shkatëruar në realitet. Dhe çdo herë një certifikat vdekjeje tjetër. Në bodrumin e klinikës së vjetër, të vdekurit merrnin emra të rinj. Pasaporta false. Punë të thjeshta. Një jetë në hije. Ata e quanin Arbenin. Doktori i ringjalljes. Dyshe. Por sistemi nuk fal. Një prokurore e re, Elira Shehu, vuri re diçka të çuditshme. Një përqindje anormalisht e lartë vdekjesh të papritura të dënuarit që kalonin nga spitali i njëjtë. Emri i Arben Kodrës përsëritej. O është mjeku më i pafat në Shqipëri, tha ajo, ose është diçka shumë më e errët. Hetimi filloi, dhe ora potik takonte për doktorin që kishte shpëtuar 10 jetë, duke vrarë njerëz vetëm në letër. Arben Kodra e dinte. Nuk mund të fshihej përgjithmonë. Pyetja nuk ishte më nëse do të zbulohej, por sa jetë do të shpëtonte para se të arrestonin ose të vrisnin. Prokuroria DH, gënjeshtra perfeke. Prokuroria Elira Shehu nuk besonte në rastësi. Në zyrën e saj, dosjet ishin të renditura me obsesion. Emra, data, shkaqe vdekjeje. Një model po shfaqej ngadalë, si një plag nën lëkurë. Të gjithë të dënuarit kishin diçka të përbashkët. Ishin problematik për sistemin, jo për shkak të rrezikshmërisë, por sepse dosjet e tyre kishin vrima. Dëshmi të paqarta, pranime të dyshimta, avokat të paaftë, dhe mbi të gjithë kishin kaluar në përduart e Arben Kodrës. Një mjek pa njolla. Arbeni ishte profili i fundit që do të dyshoje. Burri i qetë, jetonte vetëm, nuk kishte makina luksoze, as llogari bankare të fryra. Çdo mëngjes pinte kafen në të njëjtin lokal, lexonte gazetën dhe shkonte në spital.
Nëse është kriminal, mendonte Elira, është kriminali më i disiplinuar që kam parë. Ajo urdhëroi një audit të fshehtë mjekoligjor. Certifikatat e vdekjes u analizuan një nga një. Shumica ishin të paprekshme, por në disa raste kishte mospërputhje minimale. Sekonda që nuk përputheshin, temperatura trupore që nuk ishte regjistruar, mungesë e një firme dytësore. Gjurmë të vogla, por gjurmë. Gabimi i parë i doktorit. Gabimi nuk ndodhi në letër. Ndodhi te një njeri. Një nga të vdekurit, Mentor Balla, nuk u përshtat kurrë me jetën e re. I rrethuar nga heshtja dhe frika, ai filloi të pinte, të fliste shumë, të tregonte histori të çuditshme në përbare periferie. Kam vdekur një herë, thoshte me të qeshur të çmendur. Tani jam bonus. Një informator anonim e raportoi këtë tek policia. Emri i tij nuk ekzistonte në regjistra, por fytyra po. Elira e pa fotografin dhe ndjeu një ftohtësi në shpinë. Mentor Balla ishte shpallur i vdekur 2 vite më parë. Në certifikat, mjek përgjegjës Arben Kodra. Presioni rritet. Prokuroria kërkoi leje për përgjim. Telefonat e Arbenit u futën nën vëzhgim. Fillimisht asgjë. Vetëm biseda rutin. Farmaci, spital, heshtje. Por pastaj erdhi një telefonat në orën 02:47. Ai po flet shumë, tha një zë mashkulli. Duhet zhdukur. Arbeni heshti gjatë, pastaj foli me një ton që nuk e kishte përdorur kurrë. Jo, asnjë tjetër nuk vdes. Mjafton një herë. Telefonata u mbyll. Elira u ngrit në këmbë. Kjo nuk është më dyshim, tha ajo. Është rrjet. Konflikti moral. Arbeni e dinte që rrethi po ngushtohej. Në klinikën e braktisur, njerëzit që ai kishte ringjallur e shikonin si zot dhe si burg. Na shpëtove, i tha një grua një natë, por na more gjithçka tjetër. Këta njerëz jetonin pa të ardhme, pa identitet, pa të drejtë të gabonin. Arbeni filloi të dyshonte në vetvete. A ishte vërtet shpëtim, apo thjesht një formë tjetër dënimi? Përballja e parë. Elira kërkoi një takim zyrtar. Në zyrën e spitalit, ajo u ul përballë tij. Dosja ishte e mbyllur. Asnjë akuzë e hapur. Vetëm një bisedë. Doktor, tha ajo, sa herë keni firmosur një certifikat vdekjeje? Shumë, u përgjigj ai qetë. A ju ka ndodhur ndonjëherë të gaboni? Një pauzë. Një sekond më shumë se ç'duhej. Të gjithë gabojmë, tha ai. Elira buzëqeshi lehtë. Atëherë shpresoj që gabimi juaj i radhës të mos kushtoj më shumë se të vërtetën. Të dy e dinin, ky nuk ishte më një lojë intelekti. Dikush do të duhej të binte. Një mjek që kishte shpëtuar jetë duke shkelur ligjin, ose një prokurore që besonte se ligji ishte mbi gjithçka. Dhe në hije, një i vdekur, po përgatitej të shiste sekretin më të madh. Tradhtia e të ringjallërit. Mentor Balla kishte qenë gjithmonë hallka e dobët. Arbeni e kishte ditur që në momentin kur e pa për herë të parë të zgjohej nga vdekja. Sytë e tij nuk kishin mirënjohje, por frikë. Dhe frika, kur zgjatet shumë, shndërrohet në urrejtje. Një jetë pa identitet. Mentori jetonte në një dhomë të lagësht, me mure të zhveshura dhe një dritare që nuk hapej kurrë plotësisht. Emri i ri që i kishin dhënë nuk i përkiste. Dokumentet ishin false. Çdo trokitje dere e tremte. Jam gjallë, por nuk ekzistoj, pëshpëriste shpesh. Ai nuk mund të punonte ligjërisht, nuk mund të dashuronte, nuk mund të ankohej. Çdo ditë ishte një kujtesë se vdekja e tij kishte qenë më lirë se jeta që po jetonte tani. Dhe për këtë, ai fajsonte vetëm një njeri, doktor Arben Kodrën. Kontakti i ndaluar. Një natë, telefoni i mentorit vibroi me një numër të panjohur. E dim kush je, tha zëri në anën tjetër. Dhe e dim që nuk je i vdekur. Mentorit ju drodhën duart. Duam vetëm të vërtetën, vazhdoi zëri. Na trego si ndodhi. Kush të ndihmoj? Dhe të premtojmë një identitet të ri. Një jetë të vërtet. Prokuroria nuk premtonte shpëtim, por mentori nuk e dinte këtë. Rrjeti del në dritë. Dëshmia e mentorit ishte kaotike, por e mjaftueshme. Ai foli për klinikën e braktisur, për ambulancën private, për njerëz të tjerë të vdekur që fshiheshin si hije, për një mjek që nuk kërkonte para, por heshtje absolute. Elira e dëgjoi pa e ndërprer. A e dini çfarë keni bërë? E pyeti ajo në fund. Kam dashur të jetoj,
tha mentori me zë të thyer. Dhe për këtë, u përgjigj Elira. Dikush tjetër mund të shkojë në burg për jetë. Urdhri i arrestimit. Brenda 48 orësh, prokuroria kishte mjaftueshëm prova për të vepruar. U lëshua urdhri. Arben Kodra, i dyshuar për falsifikim dokumentesh zyrtare, shpërdorim detyre, trafikim identitetesh dhe pengim të drejtësisë. Në spital, fjala u përhap si zjarr. Infermierët e shikonin Arbenin ndryshe. Disa me frikë, disa me admirim të heshtur. A është e vërtet? E pyeti një mjek i ri. I ke shpëtuar ata? Arbeni nuk u përgjigj. Aratisja. Atë natë, Arbeni nuk shkoi në shtëpi. Ai u drejtua për herë të fundit drejt klinikës së braktisur. Njerëzit e tij ishin aty, të trembur, të hutuar. Ata po vinë, tha ai. Duhet të shpërndaheni. Tani, po ti, e pyeti dikush. Arbeni buzëqeshi lehtë. Unë jam lodhur duke ikur, por fati nuk i la kohë për sakrificë. Policia mbërriti më shpejt se çpritej. Sirena, drita blu, zhurmë. Arbeni u arrestua pa rezistencë. Ballafaqimi. Në dhomën e marrjes në pyetje, Elira u ul përballë tij për herë të dytë. Pse? E pyeti ajo thjesht. Arbeni e pa drejt në sy. Sepse ligji juaj vret ngadalë, tha ai. Unë thjesht përshpejtova një gënjeshtër për të shpëtuar një të vërtetë. Elira heshti. Për herë të parë, ajo nuk ishte e sigurt se ishte në anën e duhur të historisë. Fund i pjesës. Media shpërtheu. Publiku u nda. Disa e quanin Arbenin hero, të tjerë kriminal të rrezikshëm. Por drama nuk kishte mbaruar, sepse mentori, dëshmitari i kyç, ishte zhdukur, dhe dikush tjetër po e kërkonte, jo për drejtësi, por për hakmarrje. Dëshmitari i zhdukur. Mentor Balla ishte zhdukur, pa shenja, pa informacion, pa asnjë lloj gjurme. Vetëm një dhomë bosh në periferi të qytetit dhe një listë emrash që nuk ekzistonin në askund tjetër përveç mendjes së doktorit Arben Kodrës. Elira shehu e kuptoi menjëherë. Zhdukja e mentorit nuk ishte aksidentale. Ishte paralajmërim. Mesazh i fshehtë. Në zyrën e saj, një pako e vogël pa emër u shfaq mbi tryez. Brenda, një blok shënimesh dhe një ste e vjetër. Cdja përmbante një video të mentorit. I rrethuar nga dritat e dobëta të një dhome të vogël, ai foli drejt për drejt për Arbenin. Ai ka shpëtuar më shumë jetë se sa ligji ka lejuar të ekzistojnë të vdekur, tha ai, por askush nuk mund të jetojë përgjithmonë në errësirë. Ata po vinë për mua. Nëse unë zhdukem, do të kuptoni gjithçka. Elira e ndjeu një të dridhur në shpinë. Ky nuk ishte vetëm rast penal, ishte një rrjet njerëzish në hije. Të gjithë të lidhur me një mjek që e sfidoi sistemin. Kërkimi i dëshmitarit. Elira vendosi të vepronte menjëherë. Një ekip i vogël, i fshehtë, nisi kërkimin. Kamera të fshehta, intervista me ish dënuarit, gjurmime në periferi të qytetit, dhe një rrjet i fshehtë i kontakteve që Arbeni kishte krijuar gjatë viteve. Çdo udhë kërkonte kujdes të jashtëzakonshëm. Një gabim i vetëm dhe i gjithë rrjeti mund të rrëzohej. Hija e së shkuars. Arbeni në burg e ndjente që gjithçka po afronte. Ai nuk kishte frikë nga pranga apo gjyqi. Frika e tij ishte tjetër. Dëshmitari që u shpëtua më parë, ai nuk mund të qëndronte i lirë. Ai kishte ndërtuar jetën e fshehur të vdekurve, por secili prej tyre mund të fliste dhe të shkatëronte gjithçka. Ai e dinte që rrjeti i tij nuk ishte vetëm një mjekësi e fshehtë. Ishte një rrjet i mbjetuarish që jetonin me sekretet e tij. Një udhëtim i rrezikshëm. Mentor Balla kishte zgjedhur të mos kthehej në vendin e zakonshëm. Ai po lëvizte në qytete të tjera, duke u fshehur në hotele të vjetra dhe në ndërtesa të braktisura. Por një rrjet i ri njerëzish, të interesuar për sekretin e Arbenit, po e ndiqte çdo hap. Një natë, ndërsa po kalonte një rrugicë të errët, një makinë e zezë u ndal përballë tij. Drita e brendshme nxori në pa dy figura me fytyra të maskuara. Mentor e kuptoi menjëherë. Kjo nuk është një kërcënim për vdekje, është një paralajmërim për të folur ose të zhdukesh përgjithmonë. Përballja e fshehtë. Video e mentorit dhe zhdukja e tij e bëri Elirën të kuptonte një gjë të rëndësishme. Nuk mjafton të kesh prova dhe urdhër arresti. Duhet të kapësh dëshmitarin para se ai të bie në duart e gabuar. Ajo vendosi një plan të rrezikshëm. Një takim i fshehtë me mentorin, në mbrojtjen e policisë, larg qytetit, në një femë të braktisur ku askush nuk do të di për praninë e tyre. Në mendjen e saj,
Pyetja kryesore ishte: a do të flasë ai, apo do të largohet përgjithmonë, duke marrë sekretet me vete? Tensioni arriti majat. Elira ishte afër, mentori po lëvizte në hije, dhe Arbeni në burg, duke ditur që çdo moment mund të shkatërohet gjithçka që kishte krijuar. Sekreti më i madh nuk ishte vetëm krimi i vdekjes së Reme, por çfarë do të ndodhte kur e vërteta do të dilte në dritë. Takimi e ferme, DH e vërteta e përplasur. Farma e braktisur ndodhej disa kilometra larg qytetit. Një vend i harruar, ku era e dhomave të vjetra përzihej me zhurmën e kafshëve të egra. Në këtë vend, Elira kishte organizuar takimin me mentorin. Ai kishte mbërritur me një çantë të vogël, fytyra e tij e mbuluar me kapuç. Policia e fshehur qëndronte disa metra larg, duke monitoruar çdo lëvizje. Elira hapi bisedën menjëherë. Mentor, ne duhet të flasim për Arben Kodrën. Të gjithë sekretet e tij po dalin në dritë. Nëse nuk na ndihmon ai, dhe njerëzit që ka shpëtuar do të jenë në rrezik. Mentori i heshti. Shikimi i tij ishte i akullt, por brenda, zemra rrite me frikë dhe ndjesi tradhtie. Ju nuk e kuptoni, tha ai në fund. Unë kam jetuar si i vdekur, dhe çdo hap që bëj mund të më çojë drejt vdekjes së vërtetë. Sekreti i rrjetit. Mentori filloi të tregoj. Një e dhënë pas tjetrës. Ambulanca private dhe klinikat e braktisura, ku Arbeni kishte fshehur të vdekurit. Emrat e atyre që kishin marrë identitete të reja. Dokumente të falsifikuara që i bënin njerëzit të shpëtonin nga dënimi. Elira shkruante gjithçka, duke ndjerë rrezikun në çdo fjalë. Ky rrjet nuk ishte thjesht shpëtim jete. Ishte një sistem i fshehtë mbijetesës, i mbushur me njerëz që nuk mund të riktheheshin kurrë në shoqëri. Konflikti moral i Elirës. Sa më shumë dëgjonte, aq më shumë ndjente një dyshim të madh. A ishte Arbeni hero që shpëtoi jetë të pafajshme, apo kriminal që manipuloi sistemin dhe detyroi njerëz të jetojnë në errësirë për gjithë jetën? Ligji nuk është gjithmonë drejtësia, mendoi ajo, por pa ligj, gjithçka shkatërohet. Drejt një përplasjeje. Ndërsa biseda vazhdonte, telefoni i mentorit vibroi. Një mesazh i panjohur. Ata po vinë për ty. Mos u kthye. Mentori e kuptoi menjëherë. Një grup i armatosur kishte zbuluar vendndodhjen e tij. Ai mund të zhdukej përgjithmonë nëse nuk vepronte shpejt. Elira dhe policia organizuan evakuimin e tij, por mentori kishte një kërkesë të fundit. Dua të shkoj dhe të shoh Arbenin një herë. Nuk mund të jetoj pa përballuar atë që ka bërë. Rreziku ishte i madh, por Elira pranoi. Ky takim do të vendoste gjithçka. Të ardhmen e Arbenit, të rrjetit të shpëtuarve dhe të gjithë të përfshirëve. Takimi final me doktorin. Në qelit e burgut, Arbeni u soll në një sallë të vogël takimesh. Mentori hyri, sy për sy me mjekun që e kishte shpëtuar dhe e kishte bërë të jetojë si i vdekur. Pse më bëre kështu? Pyeti mentori, zëri i dridhur. Doja të shpëtoja njerëz të pafajshëm, tha Arbeni, por nuk mendoja se kjo do të bënte ty të jetosh si hije. Një heshtje e gjatë pasoi. Të dy e dinin që çdo fjalë tani kishte rëndësi. Tani të vërtetën do ta shohë gjithë bota, tha mentori, dhe çdo vendim që ke marrë do të gjykohet. Fundi i pjesës V. Ky takim shënoi kulmin e dramës. E vërteta për rrjetin e të shpëtuarve po dilte në dritë. Arbeni po përballej me pasojat e veprimeve të tij. Mentori po merrte kontrollin mbi historinë e tij. Elira po përballej me dilemën më të madhe morale të karrierës së saj. Por gjithçka ishte vetëm fillimi, sepse pas këtij takimi, rrjeti do të vendoste nëse do të shpëtonte apo të shembej përfundimisht. Gjyqi, pasojat DH rrjeti i shpëtuar. Dhoma e gjyqit ishte e mbushur. Gazetar, avokat, familjar të viktimave dhe të shpëtuarve prisnin. Arbeni Kodra u shfaqi qetë, por sytë e tij tregonin diçka tjetër. Një tension të fshehtë, një barë që nuk mund të zhdukej. Hyrja e dëshmitarit kyç. Mentor Balla u ul në bankën e dëshmitarve. Ai tregoi historinë e vërtetë, si kishte vdekur dhe si Arbeni e kishte shpëtuar, si kishte marrë një identitet të ri dhe jetuar në errësirë, si rrjeti i mjekut kishte shpëtuar dhjetëra njerëz të pafajshëm. Fjala e mentorit tronditi dhomën. Shumë të pranishëm nuk e kishin imagjinuar kurrë këtë dimension të fshehur të sistemit penal. Konflikti moral i gjyqtarit. Gjyqtari u ngrit. Fytyra e tij ishte serioze. Ju keni shpëtuar jetë, por keni falsifikuar dokumente dhe keni manipuluar sistemin e drejtësisë, tha ai.
Arbeni nuk u trem. Çfarë është jeta e pafajshme, nëse ligji i keqpërdor drejtësinë? Pyeti ai. A nuk është detyra ime shpëtoj atë pafajshmit? Dhoma heshti. Shumë të pranishëm filluan të diskutonin brenda vetes. A ishte ky një hero apo një kriminal? Shqyrtimi i provave. Avokatët e akuzës paraqitën dokumente të falsifikuara, certifikata vdekjeje dhe dëshmi të fshehta të infermierëve. Avokatët e mbrojtjes nxorën dëshmi të njerëzve të shpëtuar. Ai na ka dhënë një shans të dytë për jetë, thanë ata. Pa të, do të kishim vdekur në burg ose në duart e sistemit. Rrjeti i të shpëtuarve filloi të bëhej i dukshëm. Dhjetra njerëz me histori të ndryshme, por të lidhura me një mjek që i kishte kthyer jetën në mënyrë të fshehtë. Vendimi i gjykatës. Pas orëve të gjata të gjyqit, vendimi u shpall. Arbeni u shpall fajtor për falsifikim dokumentesh dhe shpërdorim detyre, por jo për asnjë vdekje reale të shkaktuar nga veprimet e tij. Gjykata vendosi një dënim të reduktuar me kusht, duke marrë parasysh kontributin e tij në shpëtimin e jetëve të pafajshme. Mentor dhe të tjerët që kishin marrë identitete të reja u lanë të lirë, por me mbikëqyrje të fshehtë për të siguruar integritetin e rrjetit. Pasojat dhe reflektimi. Arbeni doli nga gjykata me një barë të lehtësuar, por të rëndë. Ai kishte shpëtuar jetë, por kishte humbur diçka: anonimatin e tij, qetësinë dhe pjesën e vetme të botës së fshehtë që kishte krijuar. Mentori u kthye në një jetë më normale, por kur nuk mund të harronte se si kishte jetuar si i vdekur dhe kishte parë botën nga një këndunik. Elira shehu ndjeu një ndjesi të përzier, drejtësi për Arbenin, por edhe respekt për zgjuarsinë dhe guximin e tij moral. Mësimi i rrjetit të shpëtuar. Rrjeti që Arbeni kishte krijuar mbeti një histori e fshehtë, një provë se sistemi i drejtësisë mund të ketë boshllëqe, një kujtesë se veprimet individuale, edhe kur shkelin ligjin, mund të shpëtojnë jetë, një testament i misterit dhe guximit të njeriut për të sfiduar të pamundurën. Fundi pjesës V dhe i historisë. Historia mbyllet me një kombinim të drejtësisë dhe moralit. Arbeni nuk ishte hero i zakonshëm, as kriminal tipik. Mentori dhe të shpëtuarit e tjerë kishin një shans të dytë për jetë. Elira kishte mësuar se ligji dhe morali shpesh përplasen dhe ndonjëherë nuk ka një përgjigje të qartë. Dhoma e gjyqit ishte bosh, por historia e të vdekurve që jetuan do të mbetej në mendjet e të gjithëve për shumë vite.